nuk dënon pse falësh, po dënon që si të pasu sunetin. Andaj përmendet për Sejid ibn Musayyibin, njëri prej tabinëve të mëdhaj të umetit. Ky njëherë në xhami e pyet dikush, thotë imam, a kam drejt me fal namaz nafile mas të hyjë koha sabahut? Kur vije koha sunetit sabahut, a kam drejt me fal më shumë se sa 2 rekate sunet? Atëherë imami thotë jo, i fal vetëm 2, edhe ato janë 2 të shkurta. Është sunet kafirunin edhe kul huwallahu me knu në sunetin e sabahut. Atëherë ky thotë, po nëse falna, a pas ka me më dënu Zoti pse falna? Se ky ka pat marakuçu i ka fal 2, tani edhe 2, dhe ja ka bërë Sejidi ullët, se e prishe. Thot, a ka me më dënu Zoti pse falna? Shqip përgjigjen e Sejidi ibn Musayyibit. Thot, la, walakin yu'adhibuka ala khilafi sunna. Nuk dënon pse falësh, po dënon që si të pasu sunet. Ti menën e ki me bo mirë, po tash që kjo nuk bën me ja para prive e përës. Kjo dhëtë me pasu sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sot jemi sprovue me këta që e kalojnë edhe kufinë. La tuqaddimu, i vjen mos me vendos vetën ose diçka tjetër para Allah. Kirajti tjetër, që dhe kështë i pranum, është la tuqaddamu, me fetha. Që kjo tani i vjen, jo mos me vendos dikën para Allahut, po i bjen as mos më nejtë fort të largë për asoj që të ka thonë Zoti. Pra jo me ja para pri, ama edhe jo me i nejtë të largë. Njerëzit janë prim, ose ja para prin asoj që ka thonë Zoti, ose i rrin largë asaj. Për shembull sot shikoj jemi të sprovu me 2 ekstremet. Për shembull, për një mesele, kur ti i tregon vllaut musliman çysh është një çështje, edhe i tregon mendimin e shumicës ulemave. Ja tregon një mendim që kanë shumica ulemave. Kemi fillu me një njerëz që thojnë, po, është edhe një hadith, se shumica ulemave se kanë ditë atë hadith, e i kam rri këti 3.000-4.000 kilometra largë, në një distancë 1.500 vjetë, mas pejgamberit a.s. Edhe thot, po, 14 hebet kanë thonë qështu, ama thot, është edhe një hadith që thot kundër të nasa. Që kjo hadith çka i bjen? Kjo i bjen ti më janis me shkel mi dietar. Tani që është shkel mi hadith pejgamberit a.s. Sa ata kanë ditë hadithin më mirë se këtë që thotë kështu. Edhe kjo i bjen me shkel edhe mi ajet, edhe mi ato që na ka mësuar Zoti. Andaj, shiko që kanë eduku seleft brezën e ty. Imam Ahmedi është pyet një herë për nxënësa, ka thonë, o imam, çka thu për atë njeri që i ka dëgjuar dhe i ka shkruar 30.000 hadithe, 30.000 transmetime. Në atë kohë, po dash me shku të shejku, ai ka fol, ti e ke marrë ke shkruar hadithin. Dhe çka thu për atë njeri që i ka shkruar me dorën e tij 30.000 hadithe. Imam Ahmedi s'ka fol hiç. Pra, sigur po i thotë kësë se meriton as me fol për ta. Ka thënë nxënësi, për ata që i ka shkruar 60.000, prapë imami s'flet. Thot, po për ata që i ka shkruar 100.000 hadithe, imami thot, el-ana ya'lamu shay'an. Që tash, nashta din diçka. Që tash bën me folën e pak diçka për ta. Ta shohet një njeri, edhe nëse i thute që një mesele në medhhebin Imam Ahmedit ose cili dër për ulemave që është, kështu që shtragon. Po, është hadithi. Kjo i bjen veç mos menaj që aty ku na kanë mësuar dietarët, ose më ja parapri, ose më i qëndru pas. E kjo është pej asaj që shejtani mallkum lun me njerëz. A imami ka thonë 100.000 hadithe i ka shkruar, ka thonë që tash bën unë me fol diçka për të, e qohet njani që si den as 40 hadithet e Imam Neveviut, edhe janë nisë të flet për ta. Andaj besimtari mjaftohet me ato që ka thënë Allahu, me ato që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe me ato që na kanë mësuar sahabët.